Vetëm një gjë misisht. Gjykatësin këtu e bën vetëm populli dhe ai na gjykon një herë në 4 vjet mbi ato që themi, mbi ato që bëjmë. Ndërhyva në këtë fjalë time në këtë moment, të them drejtën, i shqetësuar, jo si politikan, por mbi të gjitha si një qytetar i një vendi i cili po bëhet gati të hyjë në Bashkimin Evropian dhe që shikon se në këtë sallë apo pjesë të klasës sonë politike ka dhe prej atyre që e shohin reformën drejtësi një dështim, tha kolegja parafolse, në të gjitha aspektet e veta. Po vim sot në këtë diskutim, këtu pas 2 ditësh punë në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit, i cili është instrumenti uralidhse mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian. Kemi patur një deklaratë përbashkët mes 2 bashkëkryetarëve, ku thelbi është se Bashkimi Evropian vlerëson si tejet pozitive, shumë të suksesshme, reformën drejtësi në Shqipëri në tërësinë e vet. Dëgjova se u tha se reforma drejtësi në Shqipëri, për shkak se ka dështuar, nuk u është rekomanduar vendet e tjera, nuk është e vërtetë, zonja Topalli. Përkundrazi, ju lutem informohuni. Reforma në drejtësi në Shqipëri është rekomanduar, vazhdon të rekomandohet, vendi i fundit i cili ka sjell ekspertët e vet këtu, pas Kosovës që ishte përpara, sot që flasim, edhe në këtë moment që flasim, ke përfaqësues të Moldavisë në Shqipëri, të cilëve Komisioni Evropian u ka kërkuar që në fazat caktuara të procesit të reformës ku ata janë përfshirë, vetingu në njërin krah, prokuria e posaçme, kam pasur mundësinë vizitë zyrtare në atë vend të takoj drejtuesin e prokurisë posaçme atje, i cili më tha që ne lindëm ta si shembull i rezultateve konkrete të prokurisë posaçme në Shqipëri. Dhe pa dashur të hyj as pak në atë që tha kolegu im Xhafaj, po besoj që shifrat u ahodhën poshtë gjithë ato që munduat toni 3 ditë më parë për rezultatet. Dhe unë nuk e di për çfarë arsye gjeni, ku e gjeni edhe frymëzimin që toni që Prokuria e Krimeve të Rënda në 15 vjet kishte më shumë rezultate se Prokuria e Posaçme në bën 6 vjet tani në nëntor. Dhe shifrat janë kokëforta, flasim për numër më të lartë procedimesh dhe rezultate më konkrete. E prandaj, kolegë të nderuar të Partisë Demokratike në mënyrë të veçantë, sepse të paktën në këtë pjesë keni distorsion mes njëri tjetrit sa i përket pjesës opozitës, se ka dhe në një copës nga opozita që mendon ndryshe nga ju për ecurinë e reformës drejtësi. Reforma në drejtësi, duam apo s'duam, ka thyer plot mite në Shqipëri. Njëri ndër mitet e thyera përfundimisht është që nuk ka politikan mbi ligjin dhe nuk ka të paprekshëm. Dhe ky ka qenë fakt, po ta mbani mend, një prej rekomandimeve që na e thoshte Progres raporti çdo vit. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, kishte një fjali, një frazë aty që thoshte kërkohet që Shqipëria të ketë një track record, pra një regjistër, një numër, një listë
të politikanëve të nivelit lartë, të cilët procedohen penalisht dhe natyrshëm që drejtësia të vendosi mbi fatët e tyre. Kjo ka qenë e vërtet. Kur ishit ju në qeverisin e vendit, kur ishit ju në përgjegjësinë e madhe për qeverisur vendin, që ti të shkoje, që ti të kishe ministra, deputet, ish kryeministra, ish president, që sot jenë para drejtësisë. Kjo as nuk e imagjinoj. Madje as nuk pranonin që të shkonin para prokurorit kur prokurori i thirrte. Sa kanë kaluar nga koha kur në 2011 kryeministri urdhëronte policin që të mos zbatonte urdhrat e prokurisë. I bëj thirrje policisë të mos zbatoj urdhrat për ndalimin e drejtuesve të Gardës Republikës, të cilët me urdhër Sali Berishës kishin qelluar mbi popullin opozitar, mbi protestuesit dhe kishin lënë të vdekur 4 bij nënash heronj sot të demokracisë së këtij vendi. E prandaj duhet flisni bazuar në fakte që kanë ndodhur, dhe e vërteta është dhe që duhet ta themi, duhet vinte qershori vitit 2013 kur shqiptarët i besonin Partisë Socialiste e qeverisin e vendit, dhe në 22 korrik të vitit 2016 ju, edhe pse u zotuat me shumë pompozitet se nuk do të vinit kur të votonit, 120 deputet në këtë sallë, e them për deputet e rinj që janë këtu, edhe nga Partia Socialiste edhe nga Partia Demokratike, kanë votuar këtë kushtetut që kemi sot, mbi bazën e së cilës është ngritur e gjithë struktura re e drejtësisë re, e cila ju keni qenë institucioni pavarur, aso kohë nuk keni drejt flisni për atë kohë, ruani etikën profesionale për kohën që flasim, dhe prandaj gjithmonë kujtojeni një shprehje që na e thot populli, zonja Josefin, më mirë djepi bosh se sa shejtani brenda. Dhe e vërteta është që shejtanët në sistemin e drejtësisë duheshin larguar, një numër i madh i konsiderueshëm, pothuajse më shumë se gjysma e tyre janë larguar. Nuk ka një shkop magjik që ti të prodhosh me njerë brenda i viti 400 magjistrat. Nuk i prodhon dot. Nuk e ka dot brezi se gjova, ju them të drejtën, kisha një debat me një antarin e partisë tuaj që tani është edhe europarlamentar, që erdhi në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit dhe na kërkoi një universitet në gjuhën e bukur greke. Edhe na kërkoi që të kemi një universitet. Po mjafton të bësh një studim të vogël demografik, nisur dhe nga të dhënat e fundit të censusit, do duhet që gjithë ata që mbarojnë shkollën e mesme të minoritetit të nderuar grek që jeton në Shqipëri të fusim në universitet. Se bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Jo se nuk duam, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe, edhe në këtë çështje kemi shumë për diskutuar, por kur të kemi kohë, duhet të themi ç'kemi bërë për ta bërë këtë gjë. Po kur shtyhesh nga mania për të kritikuar çdo gjë, ja futet në herë kot, sikurse sapo dëgjuam para pak. Dhe për të shkuar tek çështja për cilën jemi mbledhur për të diskutojmë, unë vlerësoj që KLP-ja dhe KLG-ja mbi ato që u than këtu, duhet të fokusohen tek rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë, tek rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë. Ndonjëherë konstatoj me keqardhje që na përsëriten vit pas viti të njëjtat çështje të cilat nuk janë adresuar. Mos harroni asnjëherë që detyrat që le Kuvendi, zonjë dhe zotrinj, antar të Këshillit Lart Gjerësor apo ju të Këshillit Lart Prokurisë, detyrat që ve Kuvendi është autoriteti më i lartë në këtë vend, dhe kur vjet për të raportuar duhet thoni edhe pse nuk janë adresuar
çështjet që kuvendi ju le si detyra. Se edhe për të sqaruar se ndoshta nuk e din, nuk i zgjidhim ne as kryetarin e gjykatës, as kryetarin e prokurorisë rrethit. Se mos ndoshta nuk e dini, ka i koha kur padyshim që po. Padyshim që po ishte një shqetësim që pse s'keni zgjedhur kryetarët e gjykatave dhe pse s'keni zgjedhur kryetarët. Nuk i zgjidhim ne. Ka qenë dikur këtu, të lutem Luan, ka qenë dikur këtu që vinte dekreti për se diti Luan se ka ardhur i ri këtu, po vinte dikur këtu dekreti nga presidenti i Republikës për një antar gjykatës lartë edhe pse kishte një afat jo më shumë se 8 javë, hyte dekreti ke sirtari nuk dilte më fare. Madje mund të pyesni zotin Blushi se kur erdhi kryetari tjetër i parlamentit në 2013 gjeti ca dekrete që s'ishin votuar në sirtarin e kryetarit kuvendit. Prandaj ajo kohë kemi rënë gjithë dakord në 22 korrik të 2016 që politika nuk do të emërojë më gjyqtar, që politika nuk do të emërojë më prokuror. Dhe kjo është e vërteta dhe ky është fakti. Dhe kur ju dëgjoj që theni dhe thoni se ju jeni domethënë ore Flamur, ta kam thënë 1000 herë, po ta them edhe sot. Lum ne që ju kemi keqardhje për Shqipërinë që ju ka. Se për ne ju të rroni kështu 100 vjet, se mirë na bëhet, por po them për gjithë, unë po flas komplet gjë tjetër. Unë flas që drejtësia në këtë vend kemi rënë dakord dhe ne kemi pranuar që duhet e pavarur. Dhe është e pavarur sepse koha kur emëroshin gjyqtar dhe prokuror nga politika, mblidheshim këtu për ata që se din deri në 2015-16, vinte një dekret nga presidenti i Republikës, loboi këtu në këtë sallën këtu, do votojmë këtë, do votojmë atë, dhe thuaj ti pastaj që ky gjyqtar i gjykatës lartë ishte i pavarur. Si ti ishte i pavarur ky kur ai vinte 3 ditë rreth parlamentit dhe kërkonte, lobonte ke deputetët, do më japsh votën ti, do më japsh votën ti. Kjo ishte drejtësia pra që kishim. Edhe si mund prisje ti që ai gjyqtari pastaj të bënte drejtësi kundër një politikani apo ai prokurori që edhe pse nuk zgjidhej nga parlamenti, në një farë mënyre dekretohej nga presidenti i Republikës dhe emërohej nga KLD-ja. Se u dëgjova që ku është KLD-ja, po KLD-ja është ndarë në 2 pjesë, në KLG dhe në KLP, prapë e njëjta në kuptimin e natyrës funksionale. Dhe e fundit që u thash edhe herën e kaluar, po dua t'u përsëris. Drejtësia nuk është e mirë kur godet në fushën e kundërshtarit dhe duhet përshëndetur dhe pastaj edhe të shohim kur do shkojë ky, kur do shkojë ai, dhe drejtësia është e keqe kur godet në fushën tënde, pra në partinë tënde. Dhe këtu pastaj është dallimi që e bëjnë qytetarët. Nuk keni për dëgjuar, as keni dëgjuar, as nuk do dëgjoni ndonjëherë që nga ky kraj sallës të hymë në çështjet meritës së drejtësisë për çështjet caktuara të prokurorisë, dhe asnjëherë nuk do dëgjoni që do të çohet njëri këtu dhe të bëjë avokatin për një çështje natyrshëm, edhe kur ka të drejtë me delikatesën për të mos prekur as pak elementet e pavarësisë së prokurorisë apo pavarësisë së gjykatave. Ky është edhe sepse i pashkruar në atë librin ton të rregullave të brendshme, është një çështje që ka zënë vend në sjelljen tonë politike. Ndërkohë që ajo që vihet me keqardhje edhe në këtë raportim vjetor, edhe vjetën e kaluar, edhe para një viti, ju keni të njëjtën sjellje, e njëjta sjellje. Edhe kur ishin këto, edhe kur ishte kjo drejtësia që flasim sot. Pra drejtësia është e keqe përse ka një çështje në ngarkim të kryetarit tuaj, apo të dikujt tjetër, apo i dikujt tjetër. Drejtësia është drejtësia. E kemi pranuar kështu, duhet ta pranojmë. Edhe kur ishte drejtësia vjetër, mbani ç'bënit se u them shpesh se ajo ishte epokale. Nuk është ashtu, ja, zoti Mziu kishte një çështje me drejtësinë, nëse e mbani mend, edhe shkonte gjithë partia tek aty ku ishte zoti Mziu. Ç'lidhje ka kjo? Ndërkohë që ajo drejtësia për cilën flas ishte komplet e emëruar nga ju në atë kohë, nuk ishte e emëruar nga ne. Prandaj ç'a ke zoti Kliçi? Ashtë. E fundit që kam se të pash
të pash në një fotografi zoti Kliçi që ishte bashkë me dikë tjetër. Ore, pse mbani fshehur këtë kandidatin? Pse takoni natën me këtë kandidat në bashkisë? Takoni mos ditën. Takoni ditën, ju vjen kandidati natën ke partia se ka frikë të shfaqet kandidati me ju. Takojeni mër kandidatin, dilni bashkë me kandidatin që është kjo punë. Ka frikë kandidati, kujton kandidati se është në një rol të Portokallisë edhe i kanë thënë mos dil me regjizorin. Po pse, ku si kujtoni ju? Ka në i buf në Tiranë që nuk e di që regjizori kandidatit është Saliu. Së nuk e dini ju që ato që thot Flori i Portokallisë ja thot Saliu në dargët. Po dil, po mirë, kaq turp ju ka zënë që ju thot kandidati aman nuk du të dalë me ju se nuk voton njeri. Po si ka mundësi të përfundoj Partia Demokratike në pikën që kandidati i Partisë Demokratike për zgjedhjet Bashki Tiranë ka turp dali me udhëheqësat e partisë. Se me Saliun e dim që s'del, Saliun takohet natën. Zgjidhe këtë punë Belin tash se i ka dhënë drejtim ca punëve këtu, po dilni me kandidatin tash se na turprut. Hajde. Kanë kërkuar fjalën zoti Noka, ju lutem